Po bizneset për shembull mund mi ditë që gjatë ditës ne kemi çdo herë Kosova ka 290 ditë me tjetër. 365 290. Tash bizneset mund me pa që gjatë tërë ditës mund me pas prodhimin e vet. Dalluri e tham që secili do ta investon një mini fabrikë vetën që do të prodhon, përveç që ka një fabrikë që prodhon është fabrikë e ndryshme, për mund të prodhoj edhe energjinë e vet. Edhe kjo është e mirë sepse gjatë tërë ditës mundet me marrë energjinë nga panele fotovoltaik, ka biznese që punojnë vetëm ditën dhe jo natën. Ato për ato shumë mirësore, por në rast se ka biznes që punojnë me ndrimet të natës, ato biznes ato mund me rujt. Tash është jemi me disa kompani në bisedime që tash janë të interesuar shumë për bateri. Dhe çfarë ndodh, ne mundna me momentin kur dimensionohet mirë një projekt, mundna me para pa sukses se sa ka konsum gjatë ditës, pjesën tjetër mundna me fut në bateri dhe natën mundna me marr prej baterisë me shfrytëzu bateri 100%.